إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, I cili na beqatoi me të mira të shumta, salatat, selame qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Në natën e Isras dhe të Mirajit, pas atij udhëtimi të madh që e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një pjesë të natës, në qiellin e 7, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u takua me Ibrahimin alayhis salam. E atje Ibrahimi alayhis salam e porositi me diçka. Imam Tirmidhiu transmeton hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: në natën e Isras u takova me Ibrahimin alayhis salam faqal, dhe më tha: o Muhammed, aqri ummataka minni salam. Më tha: o Muhammed, bani selam umetit tan prej meje. Anna al-jannata, se xhenneti e ka tokën e mirë. Wa anna ma'aha azba, dhe bani selam umetit tanë se uji I xhennetit është shumë I shishëm. Wa annaha qi'an, dhe se toka e xhennetit është tokë pjellore. Toka e xhennetit është tokë pjellore. Wa anna ghirasaha, e të mbjellurat e xhennetit janë subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ky hadith wallahi është hadith shumë I madh. Ky hadith na flet për privilegj, na flet neve për një nder të madh që neve me na bo selam kush dosti I Allahut, Khalilullah, me na bo neve selam në përmet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me na tregu neve për një mesele shumë të madhe. Ajo është dhikri, përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Të mbjellurat e xhennetit që I kanë dhikri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Për çdo dhikr një të mbjellur në xhennet. Për çdo dhikr dhe madhërim I Allahut subhanahu wa taala, një copë jotja plus në xhennet. Lumë për ata që gjuhët e tyre I kanë të lagura me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala.
Tha Allahu në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tha Allahu xhalla xhelaluhu: O ju që keni besuar, përmendeni Allahun shumë. O ju që keni besuar, përmendeni shumë Allahun subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dhe madhneni Allahun, bani tasbih, bani subhanallah, subhanallah, mëngjes edhe mbrëmje. Allahu xhalla xhelaluhu në këtë ajet nuk po na urdhnon që ta përmendim Allahun pak, po që ta përmendim Allahun dhikran kathira, ta përmendim Allahun vazhdueshëm. Për shkak se të gjitha adhurimet dhe ibadetet që na i bëjmë në esencë janë për ta përmendur Allahun xhalla xhelaluhu. Në esencë janë për ta madhnuar Allahun subhanahu wa taala. Sa e madhe është dhikri, sa e rëndësishme është dhikri. Çfarë vlere ka dhikri, do ta cekim në vazhdim në ngjarjet që ka ndodhur njerëzve gjatë historisë me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu xhalla xhelaluhu: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ky ajet kuranor është ilaç i shumë problemeve tona. Ky ajet kuranor është recept, është sfjegim, është rrugdalje i shumë problemeve tona, që në kohën tonë bashkohore kanë avancuar. E ato janë çështja e depresionit, mërzisë, përtatësisë, edhe kështu me radhë. Tha Allahu: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata që kanë besu dhe zemrat e tyre janë të qeta, janë rahat me përmendjen e Allahut. Çfarë tha Allah? Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Me të vërtetë, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Dhikri, përmendja e Allahut subhanahu wa taala, qenë ka ilaçi kryesor. Qenë ka ilaçi dhe mjekimi kryesor i cili i qetëson zemrat e njerëzve. I qetëson zemrat e besimtarëve. E largon depresionin, e largon mërzin, e largon mërzin për çështjet që kanë kalu, e largon dhe mërzin për çështjet që njeriu i pret në të ardhmen e tij. Nga këto dy mërzi, bani dua pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që Allahu ta mbron. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzn. O Allah, prej te kërkoj mbrojtje, nga te kërkoj mbrojtje prej hemmit edhe huznit. Të dyjat janë mërzi. Këto të dyjat janë mërzi që njeriu i ka në shpirtin e vet. Mirë po, njëna është mërzi për diçka që ka kalu, e njeriu kur i mteket e ka mërzia, kjo është hem. Dhe kjo e lodh njeriu. Kur njeriu thellohet në mendime të shumta për atë që ka kaluar, edhe fillon me e lodh vetën e vet, kjo është hem. Prej kësaj ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë: "O Allah, më mbroj prej kësajna, se kjo është shumë e rëndë. Kjo është shumë problematike. Kjo ja ka shkatruar shumë vetave jetën." Edhe mërzia për ndonjë send që njeriu e pret të ardhmen quhet huzn. Edhe prej kësaj ka kërkuar mbrojtje. Edhe për këtë ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se njeriu thellohet në mendime për diçka që mundet me ndodh, ajo nuk është sigurt ta ka me ndodh, dhe fillon dhe mërzit veten, dhe fillon me hangur veten, dhe fillon me lodh veten. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Allahut: "O Allah, nga ti kërkoj mbrojtje të më mbrosh prej këtyre dy mërzijave." E kjo me çka kalohet? Kjo kalohet me dhikr, me përmendje të Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se të gjitha adhurimet kur ti shikojmë, i bëjmë për ta përmend Allahun xhella xhelaluhu. Posaçërisht në këtë muaj. Posaçërisht në këtë ditë. Në këtë ditë që sot është dita e 10, për dikant dita e 9 agjërimit. Mbrëmje është taravia e 10, për dikant taravia e 9. Do më thonë 1/3 e këtij muajit eci, shkoj. Lum para që ka shfrytzu.
Lum për atë që ka shfrytzu, dhe lum për atë që Allahu ka më dhënë shans deri në fund me jetu, dhe me shfrytzu me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Në qoftë se kështu që ka dhikri në esencë, në përgjithësi, në këtë muj ju dhaaf, në këtë muj ju shtohet njeriu, ju shumë fishohet njeriu vlera, begatia, mirësia, sevapit e Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni mirë këtë hadith të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadith që ka dhënë Imam Tirmidhiu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. A doni me ju kallëzu për punën më të madhe që mundën ju me e bë, dhe punën më të vlefshme, më të pastër te Zoti juve, wa arfa'iha fi darajatikum, punën e cila mas shumti ju ngrit grada te Allahu subhanahu wa taala, wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariqi, dhe puna e cila është më e mirë se sa investimi i arit apo argjendit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqakum fatadribu anaqahum. Thot, dhe puna më e mirë se sa me taku armikun e juve, ti mshoni qafave të tyre ose t'ju mshojnë qafave tuaja. Qalu bela, i thënë sahabët, po e Rasulullah. Tash, a e keni parasysh çfarë punë kjo? Puna më e lartë për juve, puna më e mirë te Allahu për juve, puna e cila më shumë ti u ngrit gradat te Allahu, puna e cila është më e mirë se sa investimi i arit dhe argjendit në rrugën e Allahut, puna e cila është më e mirë sa xhihadi fi sabilillah. A ka punë më të mirë se xhihadi? S'ka. Dhirwatu salam, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Xhihadi është kulminacioni, s'ka kulmo. E këta ditë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kjo punë është edhe më e mirë se ajo. Me na tregon ne për vlerën e madhe kjo punë. Than sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bela ya Rasulullah, po do na tregu. Po nik si puna jena të unt me bë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhikrullah, përmendja Allah subhanahu wa taala. Për shkak se krejt të punë që i bëjna, punë të mira, investimi pasurisë në rrugën e Allahut, dalja me luftu për hir të Allahut subhanahu wa taala. Krejt këto i bëjna për çka? Për ta madhnuar Allahun subhanahu wa taala. Krejt punë i bëjna për çka? Për ta madhnuar Allahun, për ta përmend Allahun. Pse keni në xhami? Për të përmend Allahun subhanahu wa taala. Pse falim namazin? Për të përmend Allahun subhanahu wa taala. Pse japim zakatin, pse japim sadaka, pse xhirojmë Ramazanin, pse shkojmë në haxh, pse i bëjmë punë të mira, krejta i bëjna që me njoft Allahun xhel xhelalu, që me madhnu Allahun subhanahu wa taala, që me përmend Allahun subhanahu wa taala. Dhikrullah wala dhikrullahi akbar, tha Allah, dhe përmendja Allahut është më e madhe. Sa e lehtë për gjuhën. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kelimetani, dy fjalë, janë të lehta për gjuhën, letësh me thonë. Domethënë, letësh me e shqiptu këtë fjalë, ama se ka letë me e vazhdu në vej për këtë secilin njeri. Ama e letësh me e bo kështu në gjuhë, e thjeshtësh, e letësh. Janë të dashurat e Allahu, janë të randa në peshore. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Wala yandiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pejgamberi sa nuk flet prej hamendjes, është shpallje pjesë Allahut. Shpallje, Allahu po na shpall nëpërmjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se janë dy fjalë, janë të lehta me shqiptu, janë shumë të rënda në peshore, Allahu shumë i don këto fjalë. E kur Allahu i don këto fjalë, e don edhe vepruesin e këtyre fjalëve. Edhe shqiptuesin e këtyre fjalëve. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Sa herë kemi dëgjuar këtë hadith? Sa herë na ka rënë në përvesh këtë hadith me dëgjue? Shumë herë. Sa herë na i thojnë në ditë subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim? Letë është për me thonë, me gjuhë. Mirë po, jo se cili ka sukses që tjetë i vazhdushëm në shqiptim në këti dhikri. Jo se cili. A është vepër shumë e madhe. A është vepër shumë e rëndësishme.
Sa është e rëndësishme që do njeriu me ditë se ku e ka imanin e tij, se çysh është me imanin e tij, se çysh është zemra e tij, a është zemër e mirë apo zemër e keqe, a është zemër e gjallë apo zemër e vdekur, le ta këshyre veten te dhikri. Sa e përmend Allahun subhanahu wa taala. Aq sa e përmend Allahun, aq e kemi zemrën e gjallë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu, mathalu al-hayy wal-mayyit." Shembulli i atij i cili përmend Zotin e vet, edhe atij që nuk e përmend Zotin e vet, është sikur shembulli i të gjallit me të vdekurin. I të gjallit me të vdekurin. Pra ai që përmend Allahun, ai është i gjallë. Ai që se përmend Allahun, ai është i vdekur. E tash, varësisht përmendjes së Allahut, atë që kemi gjallërimin e zemrave tona. E varësisht gjallërimit të zemrave tona, atë që kemi punë të mira. Se zemra, çka është? Zemra komandanti. Gjymtyrët, gjithçka prej gjymtyrëve që kemi në trupin ton, nuk janë kurrë tjetër jashtë se ushtar që ndëgjojnë dhe respektojnë. Nuk e kthejnë mas urdhin e komandantit. Te zemra jote varet se sa ti punon punë të mira. E zemra varet prej dhikrit përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Dhikri është kyç për jetën e njeriu. Është zgjidhje e problemeve. Ka situata në jetë ku nuk ban dobi kur gjë tjetër jashtë se përmendja Allahut subhanahu wa taala. As parja, as autoriteti, as trupi, as fuqia, as mençuria, as inteligjenca, as kur gjë. Veç përmendja Allahut subhanahu wa taala. Veç madhnimi i Allahut subhanahu wa taala. Veç njohja e Allahut ban dobi, kur gjë tjetër. Rasti i Yunus alayhis salam. Pasi që i ra hisja, ata me hedh ndeti prej nanije, faltaqamahu al-hutu. Atë e gëlltiti peshku. Në tre ersira. Në tre ersira. Ersira e barkut të balenës, ersira e thellësisë së detit, plus ersira e natës. Mirë po, në këtë qaste, pa diçka i cili ishte shkak që Allahu xhela xhelaluhu me largu këtë problem. A e kemi parasysh tash këtë gjendje ajo? Bark të balenës. Parët, milionat çka ti mundosh me i bë, atë bëjnë dobi. Nuk të bëjnë dobi kur gjë. Autoriteti, nami, s'të bëjnë dobi. Bukuria jote, s'të bën dobi. Trupi jot i fortë, s'të bën dobi. Këtu kur gjë s'bën dobi. Tu ban dobi vetëm Allahu xhela xhelaluhu. Ju kthej Allahu subhanahu wa taala. I tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tha nuk ka zot i cili meriton të adhurohet pas teje. Ti je i lartë madhruar. Un ishta prej të padrejtëve. Është transmetuar se kanë thënë melaçet zoj njofshëm prej vendit të panjofshëm. Zoni njofshëm. Pse zoni njofshëm? Pse tha pejgamberi se me një hadith, kur e mësoi Ibn Abbasin një hadith, subhanallah, mësimet që ja dha duke qenë fëmijë Ibn Abbasi, që neve të mëdhëve na mungojnë këta. I tha Ibn Abbasit, ja bunej, o djalë, ngo këto, i vogël ka qenë. Tha ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda. Afrota Allah me punë të mira kur je rahat. Kur je bollnok, kur je mirë, pa punë të mira, sa të mundesh. Allahu ka me të ndihmu kur të kish zor. Kur ka me të mshel krejt dyrt, Allahu ka me të ndihmu. E Yunus alayhis salam ish pejgamberi Allahu xhela xhelaluhu. Ish prej atyre që mas shumti dhe mas mirti e madhon në Allahu subhanahu wa taala në të gjitha gjendjet. E kur e bani këtë dua, zoj njofshëm ky zot. Këti zani janë ngrit veprat në qiell për ditë. Ilehi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Tha Allahu shkojnë nalt, fjalët e mira. Allahu i ngrit nalt veprat e mira.
Për ditë kanë shku të në vepra të mira. Allahu xhalla xhelaluhu e shpëtoi. E nxjerri prej bakut të balenës. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ai që ka frikë Allahun, Allahu I jep rrugdalje xhe. Dhe e furnizon ka si shkon menja kur. Dhe ai që mbështetet tek Allahu, Allahu I mjafton atij. Mjaftosh Allah. Alaysa Allahu bikafin abda? A nuk është boll Allahu për njeriu, për Zotin, për robën e vet, mjaftosh Allahu subhanahu wa taala. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Çai tha Ibrahim alayhis salam, Jibril alayhis salam kur e hedhën në zjarr, tha, më mjafton Allahu subhanahu wa taala. Sos. Më mjafton Allahu xhela xhelaluhu. E Allahu çka I tha zjarrit? Tha kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O zjarr, banu I freskët edhe shpëtim për Ibrahimin. Banu I ftoft. Qysh djeg zjarmi, banu I ftoft. Kush e ban? Allahu xhela xhelaluhu. Veç duhet na zemrën me shtim përdorim. Veç duhet na gjuhën me shtim përdorim në përmendjen dhe madhnimin e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra këngjarja e Nusa islam çfarë ka thënë neve? Na tregon neve se dhikri të jep rrugdalje në vështirësitë tuaja. Dhikri të jep rrugdalje. Rrugdalje që ti s'mundesh me e gjetë as me pare, as me kur gjë tjetër. S'mundesh. Probleme shpirtërore që I ka njeriu. Ka njeri që ka probleme shpirtërore, ka mërzi, ka depresion, ka I di çka ka. Kësi probleme pik të ndjath komplet deri ka dera atje, pjesa dërmuese I kemi, dikush më shumë, dikush më pak. Problemet me mësyshin, me sihrin, me hasedin, me kësi punë gjimve, që janë të shumta, janë shumë të shpërndame. Allah I pasroj gjithë muslimanët dhe muslimanet. Këto probleme me parës nuk nxirren vëllazëni. Nuk ka diçka që e shti dorën dhe e nxjerr. Nuk është ndaj lloj tumori në trup që e bën operacion e pkut e nxjerr jashtë, u kry. Jo, nuk ka. Kjo është diçka shpirtërore. Ktu veç Allahu xhela xhelalu, kur zot tjetër. Veç dhikri, veç madhnimi I Allahut, veç përmendja e Allahut, veç mendimi I mirë për Allahut. Veç kjo s'mu. Mërzin, çu shek mërzin, me para. Po na para kena full. Na me para jena të bësh çka s'mos, ama pa të mërzitshëm jena. Hapa ti na të mërzitshëm. Skalohet kjo me para. Me darka skalohet, me kert mirë nuk kalohet, me shtëpi mirë nuk kalohet. Me veshje të bukur nuk kalohet, skalohet. Mashtrim është veç, e mashtron vetin. Me ekskursione të shumta të tepërta nuk kalohet. Mashtrim është veç, e kalon vetin. Sa të vish në qytetin tanë, apet ka mërzia. Del, e ban një kruk. Sa të hysh në qytet, të kap, kthehet filmi apet. Kry. E qysh kalohet kjo? Veç me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, me dhikr të shumt. Udhkurullaha dhikran kathira. Përmendeni shumë Allahun subhanahu wa taala. Më tregon një vëlla pijamative ton këtu, I cili është në vështirësi, Allah e lehtësoft problemin që e ka. Tha vallahi, një person në shoqërinë tonë, I cili ka pas problem me seher apo me mësysh apo me aset, nuk botëm shef, nuk dina çka ka njeriu. Kur ka dikush problem, kërkush s'mundet me thonë që e ki këtë problem. Prognoza janë, ki mësysh, ki haset, ki seher, ki këtë, ki ata, problem ka, ama çka detaj nuk e din. Thotë edhe ka nis me bo dhikr. Dhikr, ama thotë 30.000 herë astaghfirullah. 30.000 herë. Astaghfirullah, ama jo astaghfirullah veç me gjuhë. Astaghfirullah, madhnim Allahu xhel xhelalu. Koncentrim me Allahu subhanahu wa taala. Madhnimi Allahu subhanahu wa taala 30.000 herë. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Vallahi ka barku. Ka shku me kry nevojen, asin nevoje kur njëtë s'ka bo. E thot, kur ka dalë për shpis, komplet ftyra e kishë ndryshua. Ftyra, këtë ftyrë qëtë e kishë ardhë. Kishë ardhë qërja e një me e personit. Me qka? Me dhikër. Me dhikër. E te dhikri është për qëllim madhnimi Allah, nuk është për qëllim vetëm
dhikri veç me gjuhë. Jo, dhikri për madhnimin e Allahut subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Me i madhnu Allahun xhelel xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpellë me Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakr radhiyallahu anhu tha, ta kishin ul pyën poshtë na shefshin. Çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, inna Allaha ma'ana. Su mërzit, sa Allah e më ne. Këto e përmendi Allahun për jasë. Këto pejgamberi sallallahu e përmendi Allahun xhelel xhelaluhu. E përmendi me gjuhë, tha Allahu është me neve. Kjo është përmendja Allahut. E mbi këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donte me përkujtu Abu Bekrin për madhnimin e Allahut xhelel xhelaluhu. Të qendrit e Allahut me ta, nën kujdesin e Allahut. Na jemi nën kujdesin e Allahut subhanahu wa taala. Na jemi rob të Allahut subhanahu wa taala. Si ka mundsi njeriu me pas probleme kur është rob i Allahut xhelel xhelaluhu? Si ka mundsi njeriu me marr problemi, vështirësia përpara duke qenë rob i Allahut xhelel xhelaluhu? Problemet vijnë, ama të kalohen për shkak se ne jemi rob të Allahut subhanahu wa taala. Na i dorëzohemi Allahut xhelel xhelaluhu. I dorëzohemi ja rob. Jo ti jam. Çka dush ban? Çish ka thon? E kemi treguar rastin e Sa'd ibn Waqqas radhiyallahu anhu. I ka thon djali vet, o baba jam, ban dua se ti po ban dua për tjetër Allahu më ja heq vështirësitë edhe kështu, ban dua Allahu ta kthej shikimin. Ka thon o djali jam, unë kam qef me pa. Unë qefi jam, dëshira ime është me pa. Mirë po, vendimi i Allahut për mua është më i dashur te unë sa qefi jam. Krima vetë. Dorëzohemi Allahut xhelel xhelaluhu. E kur të dorëzohemi Allahut subhanahu wa taala, çka do të na ndodh neve në jetën tonë, rahat e kemi kthyer. Pse? Për shkak se na kena mendim të mirë për Allahun, se Allahu nuk vendos diçka kaq për neve. Ose vendos diçka që më na pastru për gjunave, ose vendos diçka që më na ngrit gradët të ai subhanahu wa taala. Rasti gjendja e Abu Bekrit, tha Aisha radhiyallahu anha, baba jam kur ka lexuar Kur'an, ka çajt shumë. Ka çajt, çu ka mojt vetë. Dhe shumë ka vot tasbih. Dhe shumë ka përmend Allah. Shumë ka thon subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Shumë. Abu Bekr radhiyallahu anhu. Ka thon dietar, kjo çka na mëson neve? Kjo na mëson neve se dhikri, përmendja e Allahut e zbut zemrën. E ban të butë e ban. E zbut njeriu. Njeriu e egër e ban të butë e ban. Përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Rasti i Ahmed ibn Hanbelit rahimahullahu taala. Thot Allahu subhanahu wa taala na ka fortu me dhikr. Në problemin që ka pas, në vështirësimin që është ballafaqu. Burgu dhe tortura, thot Allahu na ka fortu me dhikr. Me përmendjen e tij subhanahu wa taala. Çka na mëson kjo neve? Kjo na mëson neve se dhikri është rrugdalë në probleme. Kthimi te Allahu është rrugdalë në probleme. Mendimi mirë dhe madhnimi te Allahu subhanahu wa taala është rrugdalë në probleme. Vetëm se na këtë duhet me e bë. Vetëm se këtë na duhet me e bë, duhet me e kuptu këta se duhet me veprua dhe me qenë të vazhdueshëm, dhikran kathira, shumë përmendeni Allahu subhanahu wa taala. Elusme Allahun që Allahu t'i lag gjuhët tona për mendjen e tij dhe madhimin e tij subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.